Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët edhe këtë pasdite në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. Sot do të flasim për kujdesin për mendjen, pra edhe shëndetin mendor, që është po aq i rëndësishëm sa ai fizik. E pikërisht për të diskutuar këtë temë kemi psikologën klinike, doktoreshën Pranvera Jetishi Çollaku, dhe kam kënaqësinë ta kem sot në studio. Përshëndetje. Faleminderit shumë. Si po ndjeni sot? Mirë, faleminderit. A fillimisht, ta të flasim çka është shëndeti mendor? Me kënaqësi u përgjigja dhe ftesës kurdo edhe secilit medium që jep hapësirë shëndetit mendor dhe diskutimit për shëndetin mendor. Shëndeti mendor, siç e thatë, është po aq i rëndësishëm sa shëndeti fizik dhe përkufizohet si një lloj mirëqenie apo balance emocionale, si një lloj funksionimi i mirë i individit në përditshmëri, në punë, në familje, dhe kur individi është i aftë apo ka mundësi me i zgjidh sfidat, situatat problemore dhe ai që realizon potencialin e tij jetësor. A mendoni se po flitet më shumë për rëndësinë e shëndetit mendor kohëve të fundit? Po, në vendin tonë është duke u folë ma shumë për shëndetin mendor dhe njëkohësisht edhe mediat janë duke i dhënë një fokus më të veçantë rëndësisë së shëndetit mendor. Ndoshta është fakti që në vendin tonë është dashur dhe akoma duhet të bëhet promovimi i rëndësisë së shëndetit mendor, dhe në të njëjtën kohë është edhe shtimi i problemeve që po ballafaqohet popullata, e posaçërisht të rinjet dhe fëmijët me probleme të shëndetit mendor. Pikërisht pse mendoni që ndoshta nuk është stigmatizuar atë shumë, pra është hequr kjo stigma e ndoshta e kësaj jemi etiketuar nëse kemi ndonjë problem dhe kemi dhënë zati problemi, atëherë ka qenë pak a shumë dikush ka mujtë edhe me ardhur ndoshta keq me përmend. Stigma vazhdon akoma, mirë po në nivel më të reduktuar, për shkak se ende është prezente gjykimi i personave që kërkojnë ndihmë psikologjike, i atyre pra që marrin shërbime të tilla. Megjithatë, të rinjet sidomos kanë thyer ato tabut dhe janë duke bërë një kujdes edhe drejt shëndetit mendor. Përmendëm të rit, pra adoleshentat, çka mendoni që ka ndiku këto që kanë thyer këtë akull? Ka shumë faktorë që kanë ndiku për me thyer këtë akullin, ta themi në kuptimin edhe thyerjes së stigmes. Një ndër faktorët është edhe teknologjia, për shkak që njerëzit sot kanë promovuar shëndetin mendor në forma të ndryshme, duke paraqit veten përmes rrjeteve sociale, përmes emisioneve televizive apo podcasteve të ndryshme, duke u prezantuar edhe ata që kanë tejkaluar problemet e shëndetit mendor, duke bërë thirrje për kujdes për shëndetin mendor, dhe një faktor tjetër më rëndësi është dhe fryma e funksionimit familjes, besoj, se sot stili i prindërimit fatmirësisht ka ndru për të mirë, duke qenë më komunikativ me fëmijët, adoleshentët, dhe njëkohësisht dhe shërbimet psikologjike në shkolla kanë jep një kontribut që të thehen këto tabu dhe të rinjet për kujdesen edhe për shëndetin e tyre mendor. Po pikërisht e përmendëm komunikimin, që ndoshta është një çelës kryesor që dikush edhe ndoshta të flasë për ato përvojat e tyre dhe ndoshta pjesë traumatike të jetës, cilat i ndihmon kjo pjesë e komunikimit me familje, sidomos, pra lidhja familjare, këto në këtë pjesë është shumë e rëndësishme. Pikërisht, komunikimi në familje është një nga dimensionet më të rëndësishme të funksionimit familjar, për shkak se komunikimi i hershëm me ardhjen në jetë të fëmijës dhe me zhvillimin e tij tutje, është një prej aspekteve më të rëndësishme, ku jep hapësirë fëmijët apo tutja adoleshentit me u shpreh lirshëm, me u ndëgju lirshëm në familje, me u kuptu për rrethonat cilat po te kalon, vështirësitë e mundshme, apo me përkrah dhe përparësitë e fëmijës dhe motivet e tyre për arritjet më të tutjeshme.
Sa ndikon qasja tek fëmijët? Pra, edhe nëse janë kështu më të vogël, pra 2-3 vjet, 4, mënyra se si qasim, për shembull, si një prind, qysh mundet me ndiku? Ka stilet ndryshme të prindrimit, mosha e femërisë hershme është jashtëzakonisht e rëndësishme për zhvillimin e mëvonshëm të atij fëmiu, atij individi, edhe qasja sa më pozitive, qasja sa më mbështetëse, sa më afërt është qasja më suksesshme, e cila ndihmon në zhvillimin e mirë të fëmisë, duke i ofruar për shembull besim për jetën, duke ja zhvillu ndjenjen e besimit ndaj jetës, duke përkrah iniciativat e atij fëmije, duke përkrah zhvillimin e tij, duke përkrah interesat edhe pasionet e fëmisë me rritjen e tij e kështu me radhë. Me një formë, komunikimi dhe mbështetja e familjes janë një çelës jashtëzakonisht i rëndësishëm për zhvillimin e matutjeshëm të fëmisë. Kur rritet fëmija fillon të shkojnë në shkollë, cilat janë ato problematikat që mundet mi pas ka ana shëndetit mendor dhe çka mundet me ndiku? Ka raste kur fëmijët për shembull paraqesin probleme emocionale apo ciljes edhe në moshën e fëmijërisë hershme. Tutje në fillim i klasës parë mund të jetë një kapitull i ri i cili shpesh shoqërohet me ankth dhe me stres tek fëmijët e klasës parë. Mandej mund shoqërohen edhe me vështirësi në të nxënë, për shkak të rrethanave edhe zhvillimore edhe të adaptimit me klasën e parë, detyra sistematike etj. Mirë po, këto nevojitet një bashkëpunim shumë i ngushtë i prindërve, i mësimdhënësve, i shërbimit psikologjik apo mbështetjes që ofrohet nga shkolla në kontekstin edhe të shëndetit mendor. Ka raste ku tek fëmijët thellohen këto vështirësi dhe nevojitet një tretman më i veçantë, po disa lloje të këtyre vështirësive me adaptimin e fëmisë për shembull në klasën e parë vijnë duke ra edhe duke u eliminu. Mirë, po në rastet kur nevojitet një punë më të thelluar, atëherë duhet një trajtim sistematik pavarësisht nga specifikat e problemit që është duke kalu fëmia. Po sepse klasa e parë është kështu një hap shumë i madh, sidomos në atë moshën 6 vjeçare ose 7, varësisht prej moshës që ka fëmia, është diçka te e re, pra shumë. Është një kapitull i ri për fëmin, është një kapitull që do të thotë nëse sidomos fëmijët që nuk kanë ndjekë edukimin e hershëm, parashkollorin, mund t'i zanë më të papërgatitur në këtë drejtim. Kisha ashtu diçka që është rëndësishme për shumë prindë, sidomos ata që po e kuptojnë mjaftueshëm rëndësinë e shëndetit mendor, se përkujdesen për fëmijët edhe para klasës parë, për me qenë të gatshëm për fillimin, sepse ka fëmijë që është shumë mirë me zhvillimin intelektual dhe apo me zhvillimin kognitiv për fillimin e klasës parë, megjithatë pjesën emocionale e ka pak më të ndihshme dhe i duhet një shtys apo një mbështetje më e theksuar për ta përgatitur për klasën e parë apo për nivelin tjetër. A kemi këto dallime, për shembull, tek fëmijët që mundet me qenë ndoshta një fëmijë në familje dhe fëmijët që janë disa fëmijë, pra në një shtëpi? Secili fëmijë ka zhvillimin e vet, ka mënyrën e rritjes dhe të përvetësimit gjanave, nuk mund t'i generalizojmë fëmijët e një familjes për shembull, sepse ka raste ku dy fëmijë mund të jenë shkëlqyeshëm, njëri mund të jetë me një performancë më të ulët apo anasjelltas, secili pra ka karakteristikat e veta individuale. Është rëndësishme që prindrit dhe edukatorët dhe mësimdhënësit për moshën e fëmijërisë hershme për shembull, pastaj për ciklin fillor, të përcjellin përveç anës akademike edhe anën emocionale dhe sociale të fëmisë, si është duke kaluar zhvillimin në këto etapa. Dhe në çdo aspekt ku shohim që fëmijët hasin ndonjë vështirësi, ta raportojmë tek njëri tjetri, mësimdhënësit tek prindrit apo edukatorët dhe prindrit tek edukatorët dhe mësimdhënësit, pra anasjelltas. Për shkak se vetëm një bashkëpunim i mirëfillt mes këtyre 3 palëve ndihmon në zhvillim të potencialit plot të fëmisë. Po pikërisht te kjo pjesë kemi pa edhe qasja, ndoshta e re e mësimdhënësve, por shohim çdo ditë më shumë
edhe ajo dëshira e fëmijëve për me shku në shkollë, mi pa shok të shoqet e tyre, ajo i ndihmon edhe tek pjesa e mësimit, pero nuk e marrin si diçka që është e detyrueshme për me bu, por mund me mësot të përshaf. E vërtet, qasja ma bashkohore e mësimdhënësve po e ndihmon motivimin e fëmijëve për me viju shkollën, për me kry detyrat, ma me kënaqësi apo ma me dëshirë, dhe të njëjtën kohë tipi i mësimit përmes edhe lojes dhe aktiviteteve, po ashtu po ndikon më pozitivisht në këtë drejtim. Po se në qofë se shohem, për shembull, mënyrën se qysh ndoshta para luftës është zhvillu mësimi, edhe tash i kemi shumë vite, cilat ndoshta nuk mund ta njohim as klasën, edhe ka pas progres për shumë në aspektin pozitiv dhe vazhdojnë të punohet akoma më shumë për vendosjen e fëmijës apo nxënësit në qendër, dhe fokusi është një zhvillim sa më i mirë dhe një edukim sa më i mirë i tyre. Doja të kaloja tek mosha adoleshentët, pra cilat janë ato problematikat kryesore, sfidat kryesore të adoleshentit, sepse e dim që është edhe pjesa hormonale që janë shumë emocional në këtë pjesë dhe mund të kemi ndoshta disa problematika docka. Po, mosha adoleshencës shpesh perceptohet si moshe pak sfiduese ose e lindjes së disa vështirësive tek adoleshentët. Jo çdo adoleshent kalon nëpër vështirësi, e thatë shumë mirë që përveç aspektit fizik apo zhvillimit të vrullshëm, kemi edhe anën e ndjeshmërisë emocionale në këtë periudhë të jetës. Në disa raste është vërtet që adoleshentët shfaqen vështirësi dallohen edhe në anën emocionale, edhe në anën e performancës në shkollë, edhe në anën e raporteve shoqërore, ku disa mund të jenë më të ndijshëm, më të mbyllur në vetvete, mund të jenë me sjellje më agresive në raport me tjerët, mund të kenë probleme me gjumin, me të ushqyerit, me kujdesin për veten dhe disa specifika tjera. Si do ta trajtonit një adoleshent i cili ndoshta po përballet me depresion dhe me angst, sepse këto dyja ndoshta janë ato më të shpeshtat që janë më sleti ndoshta për të rënë to. Fillimisht ajo që kur adoleshentët kërkojnë ndihmë tek psikologu, ndodh në raste të caktuara kur referohen nga psikologu i shkollës, edhe në raste tjera kur referohen nga prindrit. Për shkak se këto dy institucione, familja dhe shkolla, shohin përsafri funksionimin e adoleshentit çdo ditë, dhe atëherë kur ajo simptomatologji që përmenda më herët theksohet dhe vjen shprehje pra më shpesh tek adoleshenti dhe që bëhet problem për familjen dhe për funksionimin e tij në shkollë, kërkojnë ndihmë te psikologu. Gjithsesi, tek shërbimet psikologjike, fillimisht fillohet me aprovimin e prindërve për adoleshentin dhe më pas vazhdohen në seancat me adoleshentin. Por, gjithsesi, çdo herë ndohet një hapësirë kohore për të pa si po funksionon terapia, si po ndodh progresi i adoleshentit pas fillimit terapisë, dhe gjithmonë na duhet me marrë ende informata për ato që a ka diçka tjetër që është duke ndodhur me adoleshentin dhe që duhet të punohet me të. Dhe kisha ashtu këto që prindrit kur kërkojnë shërbime psikologjike, në shumicën e rasteve është e nevojshme të bëhet psikoedukim, për shkak që disa nuk e kanë të qartë as rolin e psikologut mjaftueshëm, as ndryshimet moshore që përcillen te adoleshentët, dhe vinë me qëndrime që, për shembull, unë ja plotësoj gjitha, çfarë ka që fëmiu im po kalon në këto vështirësi, çfarë i duhet më tepër e kështu me radhë, duke mos e njoftë ato që adoleshenti kalon, ato gjërat me cilat mund të preokupohet për moshën,
qasjen e tyre si prind në rrethana të caktuara që duhet ta ndryshojnë vëmendjen që se kanë, sepse shpesh herë edhe shkaktar edhe i nevojës për terapi psikologjike është edhe funksionimi i familjes për adoleshentet, ku prindrit nuk e kanë vëmendjen e mjaftueshme për ta lihen pasdore apo problemet me shiftit e kështu me radhë. Pra, ka shumë rëndësi të bëhet edhe kjo ana psikoedukuese për të kuptu dhe në rrethana tjera të përfshihet edhe prindrit në terapi apo edhe antar tjerë të familjes që mund të kenë keqkuptime apo mos marrëveshje të caktuara që pengojnë zhvillimin e adoleshentit, zhvillimin e mirë të adoleshentit. Pra një seancë ku edhe prindërit dhe fëmija ndoshta munden me u mirëkuptu mendimin juaj atë. Po. Si do të qaset prindin në këtë pjesë, ndoshta do të rritet striktiviteti tek adoleshentët, apo do të bëhet një kontroll ndoshta pak i largët, me observim? Kur jemi te stili i prindrimit, vite ma herët kem pas stilin më autoritar, më tradicional të prindrimit, sot ka ndru për të mirë stili i prindrimit, megjithatë, stili i prindrimit duhet të funksionojë varësisht nga situata, varësisht nga rrethanat cilat kalon edhe fëmija apo adoleshenti, nuk është efektive të bëhen kufizime të teprume të fëmijët apo adoleshentit, nevojitet një lloj lirie, mirë po dhe një lloj kontrolle, domethënë për gjanat që nuk janë për moshën e tyre, për gjanat që mund ta pengojnë zhvillimin e fëmijës apo adoleshentit e kështu me radhë. Po, pikërisht komunikimi këto është ajo pjesa kyçe. Po, e thamë edhe ma herë që komunikimi e luan rolin tepër të rëndësishëm, për shkak që ndonjëherë me qenë se prindrit thashë vinë nga stilet prindrimit të ndryshme, vinë nga mënyrë edukimit të ndryshme e tyre, ka dhe konflikte gjeneratash në këtë aspekt dhe ndoshta nuk mund ta mirëkuptojnë adoleshentin dhe për ta mund të jetë një sjellje e vogël, ndoshta problematike si shumë absurde dhe ndoshta qasen në mënyrë shumë të ashpër ndaj fëmisë, duke mos e kuptu, ndërkohë që duhet qetësohen, tulen, ta shohin, ta flasin, rrethanat si ka ndodhur dhe mënyrën si dalim nga ajo situatë problematike, pa e gjyku, për shkak se janë të ri, mund të gabojnë, mund të hynë si rezultate dhe indikime të tjera që mund të jenë nga shoqëria apo dikush pa dëshirën e tyre, mirë po gjithsesi t'i kuptojmë, të hapem sa ma shumë, t'i mbështesim dhe të dalim nga situatat problemore të mundshme. A është e vështirë për një prind i cili është rritur në një mënyrë tjetër të prindrimit pra autoritative që e përmendëm, për me rikëthy ndoshta me largu atë pjesën negative dhe me ndru stilin pra të prindrimit, me mirëkuptim, me qasje ma të mirë, ma të butë edhe jo si shok apo si shoqe, gjithmonë me mbajt titullin e prindit, absolutikisht, por me pas atë qasjen e butë. Është vështirë, sepse mënyra e rritjes tyre apo edukimit tyre në një forma tradicionale ka ngolit të këta qëndrime, ka ngolit të këta kufi që mund t'jenë problematik nëse fëmijët i shkelin, megjithatë prapë ndryshohet, thash falë edhe psikoedukimit që mund t'i bëhet, falë shërbimeve psikologjike që mund zbusin këto qëndrime tek prindrit dhe t'i afrojnë sa ma shumë nga fëmijët, adoleshentët dhe nga kuptimi i zhvillimit tyre, nga kuptimi i shfaqjes emocioneve dhe i gjanave që kanë nevojë me shfaqë ata për moshën e tyre. A kemi ndonjë moshë tjetër, ndoshta që pas 20 pra që mund të kemi ndonjë konfuzitet, ndonjë ndoshta si krizë psikologjike, ndonjë moshë e cila është më e ndihshme? Problemet apo sfidat apo shqetësimet të ndryshme mund ndodhin secilën moshë. Varet shumë nga përjetimet e personit, për shkak që
E thamë që në adoleshencë janë shumë problematike këto çështje, pastaj edhe jeta e studimeve nuk është e lehtë shumë për disa studentë, për shkak që përballen me atë presionin për sukses akademik, për pasigurinë për të ardhmen, për punësim, apo për raportet me partnerët, ndërprerjen e këtyre raporteve, punësimin, disa me gjanat që fillojnë krijimin e familjes herët e kështu me radhë. Prandaj e themi që çdo moshë mund t'i ketë ato sfidat e veta dhe çdo moshë kërkon atë gatishmërinë tonë për me i zgjedhë dhe me i menaxhu që ato problemet mundshme që shfaqen. Po pikërisht edhe tek studentët, kjo është pjesë që ndoshta edhe personat të cilët kanë pas ndoshta një ankth paraprakisht, ajo ndoshta mundet edhe të zmadhohet pak më shumë tek pjesa e studimeve. Tani preket një pikë shumë të rëndësishme ku problemet emocionale, qoftë ankthi, qoftë depresioni, qoftë mos menaxhimi i mirë i stresit në moshat e të mëhershme, siç është adoleshenca apo fëmijëria, nëse nuk trajtohen me kohë, ato din me u vazhdu në moshën e madhënshme. Kështu që shpesh të rinjët student, kur kërkojnë ndihmë psikologjike, vinë me një histori paraprake të ankthit dhe depresionit, i cili nuk është trajtuar më herët, ose është fillu dhe është ndërpre, e kështu me radhë. Duke provu ndoshta t'i zgjidhin vetë ato probleme, të kalojnë vetë ato situata, ndoshta nga stigma që kanë pas, ndoshta nga mosmundësia e qasjes në këto shërbime shëndetësore, apo faktorë të ndryshëm. Kështu që po, është vërtet që janë prezente kur ngelin të patrajtuar më herët. Cila është mënyra më e mirë e trajtimit të këtyre dyave? Varet, ka terapi apo teknika të ndryshme që kombinojmë ne si psikolog në trajtimin e çështjeve të problemeve të ndryshme psikologjike, në këtë rast edhe të ankthit dhe depresionit, varësisht nga mosha e individit, varësisht nga shumë faktorë që është duke u ballafaqua individ, edhe varësisht nga ajo sa është e thelluar gjendja qoftë e ankthit, qoftë e depresionit. Mënyra më e mirë është me kombinu teknika të ndryshme apo terapi të ndryshme që përdorim në terapitë psikologjike dhe në rastin, mos harrojmë ta themi, kur kemi të bëjmë me një shkallë të rëndë të depresionit dhe të ankthit, na nevojitet edhe ndihma e mjekut psikiatër për të na ndihmuar në këtë drejtim. Tek pjesa e psikiatrit, pra dhe pjesa e barnave, cila është rrezikshmëria që mundet me ndodhë? Thash, neve psikolog, kur kemi të bëjmë me çrregullime matrana, gjithmonë kërkojmë edhe një konsult nga psikiatri, qoftë për vlerësim, qoftë për trajtim. Atë çështje të trajtimit e përcakton mjeku psikiatër dhe gjithmonë ata janë kompetent për të dhënë medikamentet në përputhje me moshën, në përputhje me mos rrezikshmërinë për varfshmëri nga ato barna e kështu me radhë. A mendoni që më mirë është me pas ndoshta këtë pjesën e komunikimit me psikolog edhe për një kohë ndoshta më të gjatë, edhe pse mundemi mos me pa ndoshta ndonjë ndryshim të menjëhershëm? Gjithsesi, pjesa psikoterapeutike e ka anën e vet, po janë disa raste ku thashë këto probleme janë më të thelluara dhe na nevojitet edhe ndihma e mjekut me medikamentet. Prandaj pjesa e medikamenteve bën efektin e saj dhe pjesa e terapisë psikologjike bën efektin e saj. Sepse ndonjëherë gabohet duke thënë që kemi të bëjmë me probleme shumë madhore dhe nuk, sepse ka klienta që refuzojnë marrjen e barna nga ana e psikiatrit, megjithatë, kur psikiatri e shet të nevojshme që ata të hyjnë në përdorim të medikamenteve, është e nevojshme. A shohim ndonjë ndryshim, për shembull tek personat që ndoshta vuajnë nga këto dyja apo edhe nga problematika tjera, tek jeta e tyre e përditshme, pra në shkollë, në punë? Po, vrehen, për shkak që kur individi është duke kalu probleme të shëndetit mendor, vrehet edhe në funksionimin e tij në familje, edhe në funksionimin e tij në
jetën shoqërore, në shkolla, apo kudo, varësisht nga mosha ati ku frekuenton përditshmërinë e tij. Vrehet për shkak që mund të jetë më i tërhequr, mund të jetë më agresiv, mund të jetë më i papërqendruar, mund të jetë më i lodhshëm, mund të jetë si të themi, i gatshëm për ndërveprim me tjerë, jo bashkëpunues, jo efektiv në punë apo në shkolla apo studime. Me këto simptoma mund të avrejmë fillimisht dikë që është duke kaluar në problemet natyrës psikologjike. Sa mendoni që ndikojnë rrjetet sociale te kjo pjesë? Rrjetet sociale kohën e fundit kanë marrë një havë shumë të madh të prezantimit të vetës nga ana e secilit individ, pothuajse, që është përdoruesi i tyre, në ndërkohë që të rinjët posaçërisht janë duke u përfshi shumë në pjesën e krahasimit, kur shohin sukseset e tjetrit, vizitat e tjetrit, shëtitjet e tjetrit në përvendet ndryshme, apo vetëm ato anën e bukur të jetës që e prezantojmë në rrjetet sociale, ndërkohë që shpesh nuk e kemi mundësinë që të gjithë të barazohem dhe të frekuentojmë apo të prezantojmë gjëna të ngjajshme, dhe shpesh ka një lloj shqetësimi, pse unë s'mund t'i mri, pse unë nuk mund t'jem aty ku tjetri është, pra krahasimi bëhet dhe mundësia për qenë barabartë normal që është e pamundshme me secilin, e ullë vetëvlerësimin e individit dhe njëkohësisht e shton edhe një dozë të ankthit për njerëz që bojnë këto krahasime. Si ta shërojmë veten nga ky krahasim? Është mirë me kuptu që secili njeri po prezanton në rrjetet sociale vetëm anën e bukur. Neve jemi dëshmitar të asaj që njohim shumë njerëz, shumë personazhe që dim që kalojnë nëpër rrethana të ndryshme problemore, dhe kur krahasohet realiteti me paraqitjen në rrjetet sociale, janë dy bota të kundërta. Shpesh njerëz që prezantojnë në nivel të theksuar anë të bukura të jetës tyne, përdorin si lloj mekanizmi mbrojtës për mos më vret ajo që janë duke kalu në jetën private. Por ideja është që duhet jemi realist me ato që kemi, me ato që mundem me mbri dhe me ato që mundem me realizu, për shkak që shpesh bim në konflikte me veten kur për shembull krijojmë apo kemi ambicie më të larta se sa mundësit. Kështu që duhet kuptu që gjanat nuk janë në të vërtet ashtu siç duken, sepse secili individ ka pjesën e tij dhe që nuk e prezanton dhe nuk është gjithçka ashtu qysh shihet vetëm ana pozitive. Po pikërisht edhe sidomos në rrjetet sociale, ku vetëmundit e kam pa që shumë persona po tregojnë fakt realitetin e hidhur ndoshta me disa postime, e hidhur në thojza, pra. E tregojnë realitetin se nëse je diku e poston një kafe që je do e pi, atëherë mundet me qenë fotoja shumë artistike, po ai ka qenë vetë një kafe rastit, momentale, që nuk është planifikuar për të do ka zhbukur, ndoshta e ke skenu të gjithë tavolinën për më do krahasore, dhe e ka tregu atë realitetin, dhe kjo pikërisht e thënë edhe atë stigmën që po e shohim, që realiteti dhe rrjetet sociale nuk janë diçka e barabartë. Prandaj, për prezantim në rrjetet sociale, gjithçka nuk është e rastit, është organizume, është e përshtatun, e modifikume për një prezantim sa më të mirë të saj, për të ngre atë vëmendjen e audiencës për të pa anën e bukur të diçkahit. Prandaj, na duhet ta kuptojmë që jeta nuk është qashtu që duket e bukur, e kamufluar, e hishuar, sikurse në rrjetet sociale, por kjo secili edhe atë rrugën e tij që mund të jetë me sfida, mund të jetë me të lashe, mund të jetë dikush ka një jetë perfekte, por nuk zgjedh me prezantu në rrjetet sociale. Prandaj duhet kuptojmë se krahasimit mos bëhet 100% me ato që shfaqen apo prezantohen çdo ditë. Ndoshta edhe në rrjetet sociale shohim edhe shumë përmbajtje që mundet me ndiku edhe keq tek ne.
Në që kuptime? Ka Në përmbajtje kuptimin që... ndoshta emocional. Për shembull, nëse shohim disa përmbajtje bullëzuese, përmbajtje më vështira për të përballuar, ndoshta përmbajtje për lufta të ndryshme dhe këto ndikojnë. Po, patjetër, sidomos bullizmi, shumë njerëz për shembull nga prezantimi në rrjetet sociale apo prezantimi në emisione të ndryshme bjen prej e bullizmit pafund që gjykohet apo që për karakteristika fizike apo kutadion e tjera. Edhe prandaj o tendenca që të rregullohen edhe fotografit edhe paraqitja sa ma mirë që ta prek veç atë anën e mirë ti. Prandaj pastaj janë komentet pafund ku njerëzit gjykojnë pa drejt, gjykojnë pa arsye për një diçka që për shembull një personazh mund të jetë shumë rrugën e drejtë dhe del dikush nga rehatia ti kudo që është edhe pa fije të drejte, pa fije baze reale gjykon një personazh caktuar. Pra është edhe kjo ana e negative që diçka shka delma publike po jipet mundësia shumë kujt pa drejt, pa arsye me gjyku apo dhe me bullizu. Të fokuson tek relacionet e personave të caktuar, ndoshta me shoqërinë e tyre, me familjarët. Pikërisht tek pjesa e vetbesimit, sepse ndoshta mund t'i themi po për të një shërbim gjithkujt, ndoshta me thonë po unë jam e gatshme gjithmonë, mundem me lënë pak veten anash. Ka shkje gjeneza e këtij problemi? Në punën time klinike, çdo ditë pyes klientat në çdo pikën të thanit jo, për shkak që shumë vinë dhe ulen në atë karrigën e psikologut edhe për arsye që ndihen të shfrytzuar dhe nuk kanë atë vetbesimin me ju thonë jo gjanave që po i dëmtojnë ata kohën e fundit. Pak gjenezën kur the, pak është ajo që në kulturën tonë është edukuar bukur shumë, vite ma herët, ajo e thëna po, në çdo situatë, për t'i bërë mirë tjetrit, për t'ju gjetë në situata caktume. Mirë po, me ndryshimet që po bëhen në shoqërinë tonë, në rrethin tonë familjar, shoqëror, edhe të funksionimit ma gjërë, po shihet që është e nevojshme në rrethana caktume edhe të thënit jo. Për shkak se ka raste kur ne themi po, por pa atë pon ton të plot, vetëm për ta plotësu një kërkesë dikujt, apo për t'ju gjetë dikujt në një moment, a në fakt e mbingarkojmë veten dhe e lejojmë veten të ndihem keq vetëm për t'i shërby tjetrit. Në një moment, dy tjetër veprohet ashtu, por ka raste ku dikush është shumë i dhënë mas asaj që të mos thotë jo asnjëherë, ndërkohë që e pengon. Dhe në rastet tilla, ata kërkojnë edhe ndihmë se si të eliminohet që kjo dhe të mund t'i vendosin kufit e vet. Për shkak se vendosja e kufive nuk është as egoizëm, as mos respekt për tjetrin. Vendosja e kufive është respekt për veten dhe rujtje e një mirëqenjes mirë për veten. Për shkak se ti nuk e lejon veten më të përfshihesh në situata ku vërtet nuk dëshiron me i bë, a në fakt i bën për dikë tjetër. Sa mund ndikojnë këto situata të ndryshme tek mirëqenia jonë? Po, këto ndikojnë shumë për shkak se lidhen edhe me gjana tjera. Ka rast që, për shembull, dikush që ka problem me thënë jo, ka edhe pasiguri tjera personale që e pamundsojnë këtë mundësinë të thënit jo, dhe gjana tjera që i duhet punu dhe trajtu të vetja për të qenë i gatshëm me thënë jo dhe pa u ndi në faj se tha jo. Po pikërisht edhe kjo ndjenja e fajit është sikur e kemi, është si thënie diçka këtu tek lukthi e kemi, pra një ndjenjë që na bezdis pikërisht. Si mund të largohet kjo ndjenja e fajit?
Po, nëse jemi në kontekstin e të thënit jo, atëherë kur vërtet i themi jo pa dashur me dëmtu tjetrin, edhe nuk kemi nevojë të ndihem në faj, për shkak se je ka vendos veten në rënd të parë. Por shumë shpesh, po e përsëris se neve kemi vendos veten në fund dhe jo në rënd të parë. Prandaj kur ta vendosim veten në rënd të parë dhe jemi të vetëdijshëm për ato që unë e them atë jo, pa të dëmtu ty, por duke rujt vetën dhe duke mos dash të përfshihem në diçka që nuk më bën të ndihem mirë, atëherë zbehet edhe kjo ose ky boshllëku që ju e prezantoni, sikurse Edhe këto akum pasë unë personalisht gjatë studimeve gjithmonë ka qenë edhe kjo pjesa e ankthit të shtatë, ajo pjesa kur pret shumë nga vetvetja edhe nuk je e kënaqur sepse don me arrit shumë. Është ky presion që mundemi me abu edhe vetës edhe nëse nuk e kemi pasë ndoshta si praktik në familje atë pjesë presionit, por mundemi me qenë edhe ne ndoshta armiku i parë i vetvetes. Si mendoni jo? Përderisa ju e përshkruashi çështjen e boshllakut në lukth, atëherë ajo është një prej simptomave dhe të stresit, simptomat para të stresit edhe të ankthit që manifestohet në aspektin fiziologjik dhe siç e thatë presionet të ndryshme që mund t'i kem pasë edhe gjatë studimeve dhe pritshmërive të vetes. Pritshmërit ka njëherë nuk i ndërtojmë realisht. Duhet njoh shumë mirë veten kur presim diçka nga vetja. Sepse është një problem shumë i madh apo një konflikt me veten në raste kur neve pretendojmë diçka shka nuk mundem me arrit. Ose kur i vendosim vetes një qëllim të paarritshëm. Qëllimet është mirë me i vendos në përputhje me mundësitë tua, në përputhje me aftësitë tua, në përputhje me kapacitetet tua që ti mrin me i realizu. Tani, në momentin që ti mrin realizon atë që ke dëshiru, ndihesh ma mirë, ndihesh i plotësuar dhe të lindin ide të reja për realizim të matutjeshëm. A ndërkohë, kur dështon, është ajo gjendja që është e pakëndshme për jetimeve emocionale që ty të demotivon apo të tërheq nga qëllimi, distancon nga shumë rrethana tjera dhe normalisht që t'jep edhe emocione negative. Disha të fokusohem tek një pjesë më e ndjeshme që më lindi derisa biseduam këto. Kur e humbëm dikë të dashur, si manifestohet kjo tek pjesa e shëndetit mendor? Sa kohë ndoshta na duhet që ne të rimëkëmbemi edhe një herë? E keni fjallën për humbje ndërprerje të lidhjeve apo për humbje në rast vdekje apo në raste vdekje, pastaj mundemi fokusuar edhe tek pjesa e lidhjeve, sepse edhe pjesa e lidhjeve është kështu e komplikuar paka shumë dhe të marrë parasysh pra stilin e ndryshëm të takimeve me njerëz. Është shumë e vërtet që jeta i ka dhe ndarjet, qoftë ndarjet humbja jetës dikuj apo shkputjet e lidhjeve të ndryshme, shkputjet manifestohen vështirë, megjithatë të i kalohen ma lehtë në kuptimin e rinkëmbjes emocionale, përndryshe pikëllimi që ndodh te njerëzit kur humbim dikë të afërt, dikë të dashur, sepse pikëllimi është më i madh për personat që kanë rëndësi për neve, për personat e familjes, për personat e shoqërisë apo personat që kemi pas një lidhje të veçantë për ta. Fillimet janë shumë vështira, është ai momenti i pranimit shumë i vështirë që ka ndodhur ajo dhe i dhënë një skuptim të atyre emocioneve që jemi duke kalu në momentet e dhimbjes dhe të manifestimit që atyre emocioneve në rastin e pikëllimit. Pastaj, varësisht domethënë prap nga mosha, nga ajo përgatitja jote emocionale dhe nga i tipi personalitetit tënd për me i tejkalu problemet edhe për me i menaxhu edhe situatat e tilla të dhimbjes, varet edhe tejkalimi i atyre momenteve pikëlluese,
por dhimbja nuk do të thotë që zhduket në momentin me ditë, me muaj apo ku ta di une, por individi mësohet me përballu jetën duke pas atë lloj dhimbje brenda, po duke e menaxhu dhe duke u rikthy prapë në stilin e tij të jetesës përditshme e kështu me radhë. Po pikërisht sepse nëse kemi raste ku ndoshta humbim një familjar, goxha të afërt, edhe sidomos kur e kemi një lidhje shumë të ngushtë me familjen, kjo është ajo pjesa ku e kemi të vështirë, ndoshta me funksionu javën e parë, dytë, edhe pikërisht kjo pjesa e mësimit pra me jetën. Mundet ndonjëherë mu keq kuptu që mund personat me paragjyku, ndoshta nuk je mërzit ballë. Po në fakt, ajo përgatitja emocionale dhe kujtimi që keti me atë person të caktuar, ajo i mban të fortë. Është vërtet që mundet mu keq kuptu ndonjëherë, por si që thash varet shumë edhe nga personaliteti i individit, nga mënyra si është mësumi të kalu situatat e vështira në jetë, apo ajo aftësia e përballimit të pikëllimit apo të dhimbjes caktuar. Për ndryshe, pavarësisht rrethanave, njerëzit gjejnë forcën edhe gjejnë mundësinë me e përballu dhe me fillu jetën aty ku e kanë. Në raste tjera, në raste ma specifike, terapia është mase e nevojshme për shkak që një pikëllim i thellë mund të nxitë edhe një të kalumet ma hershme që, si që thamë në fillim të emisionit, një depresion i patrajtuar, një ankth i patrajtuar ma herët, mund të rizgjohet dhe punat, si të themi, të komplikohet më tepër dhe të ngarkohet më tepër ajo mirëqenia mendore. Prandaj në këto rrethana, kur mbështetja familjes, mbështetja e shoqërisë, apo dalja në punë, apo kjo rutina e përditshme nuk ka mujt me të ndihmu me të i kalu këtë lloj pikëllimi që ka pas personi, atëherë nevojitet edhe ndihma e profesionistit shëndetit mendor. Doja të fokusohem edhe tek një pikë goxha kryesore, edhe pse tash gati në fund, por pjesa e mbylljes, pra brenda edhe ndoshta shtypjes të emocioneve të cilat ndjejmë prej frikës të paragjykimit edhe prej frikës që ndoshta na përdoren ato emocione dhe vetëm i mbyllim brenda. Çka ndodh tani? Çdo mbyllje emocioneve, e sidomos kur kemi një kozgjatje të mbylljes e emocioneve negative, kryesisht ato dalin në një moment caktuar përmes simptomave që veç diskutum, qoftë përmes izolimit, qoftë përmes tërheqjes sociale, qoftë përmes ankthit, qoftë përmes sjelljes agresive, nervozes, moskënaqësisë për jetën e kështu me radhë. Prandaj, kur folim për komunikimin familje, është e rëndësishme që në mesin e familjes të jepet hapësirë të gjithë anëtarëve të shprehin lirshëm emocionet e tyre, të kuptohen ato emocione. Pastaj në raporte shoqërore, në raporte me partnerin, në raportet bashkëshortore e tjera të ketë hapësirë komunikuese edhe për emocionet. Për shkak se sa do i shtypim, ato mblidhen dhe herët avon dalin përmes atyre simptoma që kërkojnë një trajtim adekuat mandej varsisht prej situatës. Si do të ishte mesazhi juaj për rëndësinë e shëndetit mendor për shikuesit e Ditës me ne? Mesazhi im më i mirë për ditën e sotme do të ishte që t'i kushtojmë rëndësi shëndetit mendor, njëjtë sikurse i kushtojmë rëndësi shëndetit fizik, për shkak se kur kemi probleme të shëndetit fizik, me njëherë e konsiderojmë prioritet dhe kërkojmë ndihmën e mjekut. Ndërkaq kur kemi probleme të shëndetit mendor, i shtymë, i lojmë me prit, kërkojmë zgjidhje alternative dhe më në fund kërkojmë zgjidhjen e këtyre problemeve përmes profesionistëve, të lexojmë më shumë për shëndetin mendor, të
vedisohem ma tepër për problemet e mundshme të shëndetit mendor, të tregojmë një vetë kujdes, një rujtje, një parandalim për shfaqjen e këtyre problemeve të shëndetit mendor, të flasim lirshëm për emocionet tona në mesin tonë sigurt, jo aty ku keq kuptohem dhe na përdoren apo gjykohem për atë, dhe përveç familjes dhe mjedisit sigurt në shërbimet e shkollës psikologjike, atëherë shërbimet psikologjike apo biseda me psikologun do të ishte hapi më i mirë atëherë kur ka nevojë për tejkalimin e këtyre vështirësive dhe problemeve të ndryshme me shëndetin mendor. Faleminderit shumë që ishit sot në studio edhe ndot ku nga dita juaj goxha ngjeshur me aktivitete ndryshme dhe me punë për me folë për këtë temë që është e rëndësishme. Për mua është gjithmonë kënaqësi, sepse gjithmonë e di që qoftë në një postim, qoftë në një prezencë televizive, qoftë në një ligjërat, qoftë në çfarë do lloj komunikimi para audience, e di që del dikush që ka nevojë për me mësu diçka për shëndetin mendor, edhe për me marrë një haptutje për kujdesin ndaj tij, prandaj asnjëherë nuk hezitoj edhe jam e gatshme me aq sa ka mundësi të kontribuoj për audiencen. Shpresojmë që kemi pasur shumë ndikime pozitive tek shikuesit tonë, që ndoshta po i kalojnë disa fazat pak pas sigurta në jetën e tyre. Shpresojmë. Faleminderit shumë. Dashur shikues, kaq kishim për sot. Mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 dhe deri në takim në radhës, mirupafshim.